Rreth 11 terma kanë nxjerrë opozita si kandidat për Bashkinë e Tiranës, përtej kalamallojqeve të Adriatik Lapajt apo paftyrësisë politike të Endri Shabanit, qasje sa agron shehet, opozita ka dalë me një tuf emrash. Emra me peshë qytetare, me vlerë që përtej sulmeve se janë apo jo sorosian, dhe kanë bërë apo s'kan bërë opozit, me obus duke gjuajtur qeverin, kanë vlerat e tyre dhe na tregojnë se opozita ka shpresë, ka emra dhe mund të jetë edhe më e madhe dhe më e fortë. Së pari, Ermal Asimja, një nga njerëzit që u bashkua kopit të Berishës, ishte drejtori i marrëdhënieve me publikun në vitin 2005. Kuptohet, doktori në hapat e parë ishte ndryshe, më pas Berisha u kthye në atë të vërtetin, siç ndodhi historia me foltoren politikan Race. Asimja nuk është njeri pa peshë publike tashmë. Vazhdon aktivitetin e tij privat në një institucion arsimor, ka një artikulim dhe qasje të fortë politike dhe njihet më shumë se sa një djath stoik si njeri më afër liberales, por me një kontribut në Partinë Demokratike para shumë vitesh. E dyta është Edlira Çepani, bashkëshortja e të ndjerit Gerd Bogdani, i cili në fakt ishte themeluesi i partisë Shqipëria bëhet të Adriatik Lapajt së bashku me Florian Binaj, që në hapet e parë të kësaj lëvizje u larguan ndoshta nga egoizmi, individualizmi dhe dy fytyrësia e Adriatik Lapajt, të cilin e pam pas fitores si një mandati në kryeqytet, kur për javë të tëra u tall me shqiptarët se kishte vënë në listë kushërinjt, të cilët do të tërhiqeshin. Më pas plas sherri mes nismës thurje të Endrit Shabanit, nuk është se ka një përjashtim të madh. Edlira Çepani, një zonjë që mund të jetë një vlerë e shtuar për opozitën. Emri i tretë është Florian Açka, i cili është një nga njerëzit që ka drejtuar departamentin e diasporës në Partinë Demokratike, një emër i mirë me një kontribut të caktuar në PD. Mëtej, Adriana Kalaja ka zgjedhur të luftojë me qeverinë, aktiviste e pandalur, edhe ajo ka peshën e saj. Ndoshta është shumë e ashpër se sa të tjerët më lart. Ndoshta nuk është aq akademike sa të tjerët, por është energjike dhe e palodhur dhe është atje në betejë. Partia Demokratike ka njerëz, po ata i kanë dëbuar, i kanë lënë larg, i kanë lënë në periferi, nuk i sheh në Partinë Demokratike se i mbajnë larg e më larg, jo se i mban Berisha, i mban rrethi atyre që kanë mandatet, i mban rrethi atyre që janë në lista të mbyllura, i mban rrethi atyre që kanë zënë sekretariatet, degën sepse nuk e kuptojnë. Dikush mund të thotë se pa një hapje të mirëfillt të opozitës, nuk mund të vinë në pushtet, por ata e kuptojnë. Nuk e duan këtë hapje të mirëfillt të opozitës dhe ardhje në pushtet, por duan të mbajnë karriken e tyre edhe pozicionin që kanë në opozit. Le të rri Partia Demokratike 50 vjet në opozit. Mjafton që ata të rrinë aty, të kenë karriken e tyre dhe të bëjnë pazarin e radhës, të marrin një mandat. Një mandat deputeti është gati 200.000 euro të ardhura drejt e përdrejt nga rroga, nuk po flasim për gjë tjetër dhe opozita që lëngon. Dikush mund të thotë se është katandisur ku thret qameti, por dalje e emrave që ne përmendëm, si Asimja, Florian Açka apo djem dhe vajza të tjera, që në kampin opozitar janë pafund, tregojnë që opozita ka një shpresë, ka emra, ka çfarë t'u paraqes shqiptarëve, por fatkeqësisht i ka shtyrë në një cep dhe nuk u jep peshën që duhet. Ndoshta intelektualët nuk duan të jenë rresht si militantët dhe nuk mund të jenë të tillë. Ata përfaqësojnë një vlerë tjetër, janë një vlerë e shtuar për opozitën, por ata duhet të jenë pjesë e saj, e hapjes së Partisë Demokratike, e një opozite të vërtetë që paraqet platforma, që ka emra intelektual, ka kapacitete që krijojnë besim tek opinioni publik se mund të qeverisë nesër dhe mund të sjellë ndryshim për vendin. Me radhë të mbyllur, të cilët mbështillen me zinxhir dhe u vendosen çelësa, opozita do të jetë keq e më keq në ditët e saj, ndërsa e hapur ka më shumë shpresë për të ardhmen. Te rrafet e mbyllur mund të hyjnë edhe emra si Jorida Tabaku, Ilir Ali Mehmeti e të tjerë, që nuk lën karrigen e deputetit për të shkuar në garë për bashkinë, po nuk e pan të sigurt ofiqin, pra karrigen e kryetarit, kurse të tjerë, edhe pse në distancë dhe pse mund të mos jetë garë e tyre, shkojnë pranojnë, vlerësojnë rivalët dhe sfidojnë kundërshtarin në një përballje totalisht të pabarabartë. Kjo është të tregosh vlera dhe diçka mund të bëjë opozita dhe të kesh alternativa, siç është rasti i Joridës apo i Ali Mehmetit, që opozitarizmin e shikojnë nga koltuku i deputetit apo kryetarit që i falet detyra dhe asgjë më shumë se kaq. Disa kanë zgjedhur të garojnë dhe të tregojnë vlerat, disa kanë zgjedhur të fshihen pas gishtit me antivlerat e tyre.